Përshëndetje, Zotri Fikri. Mirë se na keni ardhur. Mirë se ju gjeta në prilap të Deçanit. Faleminderit. Po bëj ka shumë ftoftë në krahësim me Prishtinën. Po me qenë se pas kanë zbrit temperaturat halo më shumë këtu në Bjeshtë. Me qenë se jemi në janar, edhe fakti ne kemi Bjeshtë mirë edhe pak normal që është një të këtu fry sot, po mirë se keni ardhur për lepjen. Legjendar mund ta quaj me zemrën me shpirt, se çdo herë kemi qenë si katon të organizuar, çdo herë jemi qenë bashkuar si para luftës, si gjatë luftës, si tani. E faleminderit të ju që keni ardhur me na vizitu sot. Shumë faleminderit, është kënaqësi edhe për neve me ardhur dhe me ju vizitu, me pa këtë fshat i cili ka një farë ka një farë bukurie të vetëm, por mbi gjitha ka një histori të madhe. E me qenë se përmenda të ftohtin edhe temperaturat ulta, ne pushojmë edhe po hym brenda kullës se cila gjendet pra këtu në Prilap. Vazhdojmë. Zotri Fikri, faleminderit shumë edhe një herë që na pritet sot në Prilap, ti je banor i këtij fshati dhe sigurisht që përmenda që ka një histori të madhe si fshat edhe në kohën e para luftës edhe në kohën e luftës, por për diçka që edhe shuhet është fakti që si banor, si bashkëfshatar jeni shumë të mobilizuar mes veti. Ti përndryshe je edhe asamblist, edhe sigurisht që po besoj i ngrit ndoshta sfidat, kërkesat, ankesat që munden me qenë prej bashkë fshatarëve, po sigurisht edhe prej rajoneve tjera të Deçanit. Më tregoni si jeni me shëndet, si po i kaloni këtë ditë të ftohta? Mirë, me qenë se koha pak ka ndryshuar se këtu përpara bjen të borë në këtë kohë janar, dhjetor, po tash me qenë se pak klima ka ndryshuar. Sot e kem pak më ftohtë se është të fryni çfarë veri, po mirë na si katon si fshat këtu. Çdo herë kemi qenë të organizuar, këtu kemi odën e katonit, këtu i kemi lapidarin e dëshmorëve, fshatit për lep ranë luftën e lirisë. Na si katon çdo herë kemi qenë në mënyra të organizuara, këtu gjëra i kemi bërë spari si katon kemi organizuar, tash i pak kemi pas edhe ka pak donator si na kanë ndihmuar për ndërtimin e kullës, se kemi xhamin këtu, shkollën. Fakte kemi edhe ambulancën, po në kohën e fundit nuk funksionon. Jo në arsye se e kemi ma afër këtu në Calabreg edhe këtu nuk shkojnë pak pacientë, nuk kanë staf. Megjithatë ju në distancë gjeografike, një vetëm 2 kilometra nga qyteti i Deçanit, një pozicion mjaft i mirë, pra përmende që keni gjithçka në fshat, madje keni edhe një çebaptore, një kafe ku e keni mundësinë të kaloni kohën së bashku. Ti vazhdon të qëndrosh, të jetosh këtu në fshat? Po, jetoj në fshat këtu. Me kënd jeton? Këtu jetoj fakte me familje, jetoj me shoqen edhe 2 vajza, çunin e kam, djalin e kam me Suedi jeton. Ah, okay. Jeton që 16 vite. Atje. Bukur mati, ha? Pas luftës. Po, pas luftës vllave ka marrë atje. E këtu ne jetojmë me bashkëfshatarë. Këtu kemi shumë punë kemi bë, po kemi edhe shumë punë për me bë me kërkuar këtë fshat. Na fakt shqetësimi më i madh si fshatar se ne qëndrën për me pas një punë më bë këtu në fshat është e mirë, për ujna të zeza e kemi një problem më të madh se komunia nuk ka mundësi për me pas buxhet, se ka një kosto të lartë. Ajo është një shqetësim më i madh jani për momentin. Institucionet e nata që në Prishtina nuk kontribuojnë për këtë çështje absolutisht. Këta kemi një fakt problem. Kemi edhe sa punë për me bën për po si për lep jemi shumë pra me sistemin e ujrave të zeza qëndroni jo mirë, po bërëshimet që ishin tash, ju kanë prekur, patën ndonjë problem? Kemi pas një lagjen ku është përfundi katon atje, kemi pas sa përmbytje, ka njëjtë në përshpija, ja ka bo do dome, bashkëfshatarëve, por na përpara kemi punu paka shumë si komune, unë si përfaqësues, edhe kemi hapë sa kanale, po kemi pasru edhe lumi këtu si gjinet lumi i Lloçanit, si qujmë nga Bistrica për lepjet. E kështu se jo, për fat mirë kemi pështu e mirë, po kemi nga pas përmbytje.
Zotri Fekri, kaluam direkt në këto problematikat infrastrukturore që pa dyshim thuaj se çdo fshat i Kosovës përballet, qoftë me probleme me ujëra të zeza, probleme me mungesë të ujit të peshëm, rrugë jo të përshtatshme, shkolla jo të ndërtuara, jo të avancuara, themi të vjetra. Po si do që tjetë, unë dua të ndalem pak më shumë tek rrugtimi yt si Fekri, sepse ti përndryshe ke qenë edhe pjesë e luftës, e përmende që djalin e vetëm e ke jashtë, edhe qyshish të ky vendimi për dal jashtë? Në tërgu realitetet shumë vështirë, edhe tani e bëjnë një apel që të punojmë ma shumë, që jetojmë në Kosovë, edhe të jemi sa ma të afër njëri me tjetrin, që t'ja krijojmë mundësinë çdo të rirë të jeton në Kosovë, punojmë në Kosovë, se për ndryshe nuk është e mirë, as nuk është diçka më krenu njëri që ka një fëmijë që jeton jashtë. Është shumë e vështirë, po me qenë rrethonat situatat që jetojmë këtu, jemi detyruar ta kemi edhe na djalin pak a shumë jashtë. Fal vllajt vogël bashkimit që e ka marrë atje, ka stacionuar. Së di me letra, shkollën e ka kërë gjitha, atje ka bizniset, është restoran vetin. Po, kisha dëshirë të ishim këtu, e të jetojmë këtu, e të punojmë këtu, të veprojmë, po me kohën është pak hala vështirë se këta të rritë, s'pe kuptojnë se dhe këtu mundën përmjetu dhe mirë bile. Po e vizitoni shpesh? E vizitojnë, jo ba shpesh me tërgu realitetin, se nuk ma dënë fort mua. Gërbetin edhe mërzit nga fort, kër shka t'i shoh, se qësh është jeta këtu, qësh është vendi janë, mërzit nga shumë edhe jo, nuk shkoj shkoj, po jo, nuk ri shumë, nuk ri gjatë. Ndushe bashkëshortën për momentin e keni atje, po, ajo shkon më shpesh? Për momentin, po, ka marrë qunet, jenë vizite, ka afru, se na kemi qenë një familje madhe, jemi 4 vllazën, jemi 5 motra, do më thoni vetëm një familjes, jetoj këtë në Kosovë. Pra jo vetëm djalin, por edhe vëllezërit e motrat i keni në diasporë, në mërgim. Në mërgim. Dhe ti vetëm je që jeton këtu? Vetëm një familjes, jemi vetëm një familjes, jam unë si jetoj. Jetojnë gjithë në Suedi apo edhe në përvende tjera? Djali jeton në Suedi, 2 motra jetojnë në Suedi, në Gjermani, në Austri, në Zvicër, gjitha shtetet. E ke mendu ndonjëherë edhe ti me dal bashkë me ta? Po e me tërgu realitetin për dëshirë jo, po vishin dhe thonat situatat që për qef jo. Ta është me qenë që djali po ka dëshirë me na afru se në përgjësi kjo është një shqetësim edhe për krejt fshat këtu, se krejt rrit na kanë largue, se ne jemi diku 400 shtëpi në fshat, që edhe është një fshat që kemi një jetjes të mirë, na kemi punu për porën, kemi jetu se sojnë me bujësi këto, kemi jetu shumë mirë, jo tani është shumë me tarë keq, kur që gjitha këtu ndritime, gjithë këtë bukuri, këtë vend bukur, edhe me në shumë vende me shku mjetuën, në gërbet të fështia, në të ka të drejten, po rrethonat e kanë kryua si sojnë. Po dhash Zoti si... Askush nuk do të dënë të alëshonte vendin e vetë, po që se kushtet do t'ishin, mirëqenja me madhe, një sigurim jetësor të themi, ashtu që po e gjenë lehtësisht në për vendet të tjera perëndimore, por mirë që për te sfidave ti ke vendosur që ndrosh këtu, ndoshta kjo edhe për shkak të atë dhe dashurisë, sepse e përmenda në moshë të re ju ke bashkuar luftës. Si ka qenë e periudhë për juve, pra sa vjeçar keni qenë atë kohë? Ne në atë kohë kemi qenë 27 vjeçarë. Edhe në atë kohë ishte një kushtrim, kishte lind lufta me përgazin legjendar të Remjasharit, pasandej të familja Haradinaj në Glexhan, kështu si ne jemi afër më Glexhan, kështu jemi 5 kilometra, pam vullnetin e gjithë bashkëfratarëve, autobum, bisedum, morëm rrugën për Shqipëri, kemi qenë 5 grupe që kemi shku për amatem. Une me grupin e tretë kam qenë vetë i gjartë të teti, e kemi pas, me të ka du drejtë një tim të fështirë, ka kemi arë për Shqipëri, e emirat pritë në forcat serbe, mu kanë vra 3 bashkë luftetarë, 4 na i patën zonë armesht, kështu si djali aj që është një qufa i ka qenë i plagosur rënd, kem pas edhe disa bashkë fshatarë, luftetarë, plagosur ditë në betejën e ashpër që ka qenë stërgon të Vokshit.
E kjo ka qenë, do më thonë, një ditë 27 prilli ka qenë një ditë ma e vështira për mua, si bashkëftetar, bashkëfratar, edhe gjithë fshatin për lep. Atër me kohën jemi mobilizu gjithë fshati, Jon Hakmer gjatë vorrimit të 3 dëshmorëve, Hajq Tolaj, Sadri Latifa, Edman Dabiqaj, forcat serbe kanë vra një fshatar të fshatit Dranoc Bilal Mazrekaj, gjatë akmarës në kanë gjytë ditën e vorrimit, atër si fshati më organizuat, im bloku rrugën kryesore magjistrale që lidh Deçani me Gjakovën, kështu si këtu ka qenë organizim i fuqishëm, bazë mundësive si kemi pas, bashkë me fratar, me kontributet tona, me gjitha, falë dhe familjes Haradina, Ramush Haradinit, si komandant të zone, komandantin këtu kem prezent Rizat Tolen, kem pas komandant Halim Tolen, kem pas shumë djemë e vajza, e familjarë që kemi kontribu për qëllim të këtij vendit me mundësit si kemi pas në të kohë. Po si u gjeti pastaj kjo periudha pas luftës, si e morët vetën si fshat? Pas luftës si fshat kemi edhe fotot kur ka ardhur KFOR-i, ky fshat ka qenë tërësisht i shkatruar. Se këtu fakt është bo një luftë, kanë ardhur është për rajonit Gjakov, se kanë ardhur për rajonit fshatra Deçanit, kanë ardhur luftëtarë, kështu si këtu ka qenë një betejë, çdo herë një luftë e ashpër. Këtu ka qenë çdo sa në shkatrume, po falë kontributit, falë organizimit bashkëtarëve gjithve, hapet e kem drejtu vendin, kem kryue çdo sa do të thonë për me jetue, tamam të lirë, me jetu tamam të mirë, kështu varret dëshmorëve kemi të marrume, lapidarët që ishin dëshmorëve kemi të kryne, xhamin e kem drejtuar. I keni pas këtu me mbështetje institucionale për komunës apo me organizimin e vetë fshatarëve? Shumicën i kemë bashkëfshatarëve, po dhe nga komunja po. Nga komunja po. Unë krenona me djemë të fshatit për lep, me trit, me qenë se... Sa banori ka fshati? Banori ka diku 2300 banorë. Po nuk jeftojmë këtu, nga më thonë 40%. Të më thonë rezident, nuk janë aqë? Jo, nuk janë aqë. Ja. Ka më pak? Falë trive, falë shkollë që këty në gjithë djemë të fshatit për lep, familjarë të gjithë kanë biznise në shtetet e jashtme, kanë fabrika, kanë firma, që kanë qenë çdo herë aktive dhe jënë konë, do më thonë, përgatitur për sfida për punë, po këtu me qenë se që dha mundësia, nuk e dha mundësia për me punu në vend vetin, këtë liri që kemë, po si shpishojmë situatën si është në krejtë Kosovë. Jo e mirë kështu më thonë drejten, se nuk po punojmë për me këshyrë që është mi këthy të rritë, që është me boni punë për talmen, që t'jem këtu, po politikat i bujnë të vetat, gjanat që jo të mira në shëndetësie, jo të mira në shkolle, jo të mira në shumë aspekte. Sigurisht që përgjithësit se i përket komunave, ofrimit të infrastrukturës së duhur, kushteve në përfshatra e tjerë, do të thonë është në përgjithësi edhe të nivelit lokal. Po sigurisht që duhet mbështetje më madhe për nivelit qendror, por ti tash ke marrë dhe mandatin e tretë apo të katërtin? Të tretin në kuvendin komunal të Deçanit, edhe po më merr mendja që ndër vite je përballur me shumë ankesa, me shumë kërkesa, edhe me shumë sfida të cilat ti kanë parashtruar edhe bashkë fshatarët, por edhe qytetarët tjerë të Deçanit. Më tregot cilat ndoshta janë ato prioritetet për cilat keni me ngrit zërin në kuvend, sa i përket këtij fshati, sepse ne e pam që edhe shkolla nuk është në gjendje as pak të mirë, madje tash jemi edhe në stinën e dimrit, është prej atyre shkollave që është lënë anash dhe që mungon edhe ngroja themi moderne, pra vazhdojnë të funksionojnë me ato stufat, cilat ndoshta i kemi pasur edhe unë kur e kam kryer shkollën para shumë viteve. Pra, cilat janë prej këtyre kërkesave që mendoni që duhet të trajtohen me prioritet dhe të t'i adresoni? Me ardhjen time si përfaqësues i fshatit,
unë kam qenë të nëherë zëri i qytetarëve, edhe kena punu me atë budget që kemi pas në komune, me ata mundësi që mu kanë dhonë për me mujtë për me investu në fshat. Ne këtu në fshat në ardhin time kemi pruvu i sjellësin, po tash që komi në gjemë i Dodrini, fakt ka qenë kërkesë e para për ujtë pishëm fshatit, e kemi sjellë. Kemi pasrua 2-3 herë lumin që ke mesin e fshatit, diku 60% të rrugëve e Trogicav jonë të krynën e fshatin për le. Po me qenë që kemi një lagje që jeton diku 3 km largë fshatit, tu kem qu asfalte, është si përfaqja fshatit Kodra, në përgjësi është e shtrunë asfaltume. Tani kem filluë tërë fshatin 100%, po për shkak të motit, dimër që jemi, e kemi ndërprej punën, se jonë do më thonë, çdo fshat 100% fshati do të ketë rrugë asfalt. Ndryqimi në fshat kemi pasur edhe para lufte vetë në financat bashkëfshatarëve, edhe para lufte, po edhe mas lufte vetë në bashkëfshatarët e kemi bërë ndryqimin. Tani komunja, zbashku me Kecin, e kanë bërë ndryqim, po vetëm në mesin e fshatit, medisit fshatit, jo në për lagje, po presin që ka qenë kërkesë edhe imja, po me qenë se drejtori i shërbimeve publike, jo në qëtë mujën, jo s'po kanë kohë, besoj që tani shumë shpejt do të ketë edhe fshati ndryqim të fshati. Problemet që më shqetësojnë tash në këtë mandatin që po vjen, është e vërtetë se shkollën e kemë gjendje jashtëzakonisht mirueshëm, nuk është gjendje as pak e mirë. Kemi bërë sa investime, riparime, por nuk ja vlen. Është objekt i vjetër, ndërtuar që sa vite. Lufte, po është objekt që nuk është në gjendje të mirë. Me financimet bashkëfshatarëve, ne kemi hapë bonarin, kemi rregullu qatinë e shkollës, kemi pas një bashkëfshatar këtu të fshatit Lidina Selametin, që ka prue kondicionerat dhe po klima si qujmë na për çdo klasë, po me qenë që nuk është e lyrë, nuk është shkolla në rregull, nuk e ngro. Shqetësim është edhe besoj si do ta kem shumë shpejt do ta kem edhe shkollën e fshatit. Besoj të kryetari Bashkim Ramosaj. Kjo të themi do t'jetë ndoshta kërkesa e parë që do ta parashtroni sapo që të formohet kuvendi komunal. Besoj si po. Edhe punojmë që... Edhe gjitha tjerat, besoj që do të, me qenë se komune buxheti komunal i komunës është, si që dim, na jemi komune vogël, janë 38 fshatra, edhe për atë arsye ndoshta s'kemi mujt me bëu kërkesat e gjithë fshatarëve që i kanë në fshat këtu, po shpresoj edhe besoj se këtu 4 vite do t'ja arrijë. Po shiko, kushtet në shkolla duhet jenë prioritet, sepse ajo është një lloj imazhi i një vendbanimi sado i vogël dhe sado rural të jetë, sepse nuk është çështja apo ideja që shkollat modernizohen vetëm në kryeqytet të Kosovës, por kjo të shtrihet në gjitha rajonet, në gjithë territorin, në mënyrë që të ofron kushtet dhe të kemi gjenerata të edukuara dhe të kualifikuara tutje. Është e vërtet, po me të ruralitetin, këtu kanë qenë, gjitha shkollat kanë qenë në rrafshin e Dugaxhinit, sidomos në Deçan kanë qenë shkatrura pas lufte. Edhe pak me të ruralitetin, pak jo kemi thonë pak përparësi do fshatra, si kanë pas shkollat këmëndu edhe matë nevojshme do fshatra, edhe kanë qenë do matë majtë si s'ka qenë shkolla në Strelc, në Sneq, apo do fshatra shka janë matë, ju kemë thonë përparësi, po tash besoj si ka ardhë koha dhe shkollës fshatit për lem. Se me të vërtet, është një shkollë si nuk i plicon kushtet as pak. Po besoj, tani dhash zoti, edhe qeveria pak, ta keti kujdes pak nene që dhe na jemi të këtij vendit, ta keti pak mos të këshyr pak. Këtë investime më të mëdha në këtë rajon. Për te partive, për te bindjeve politike. Për arsye, është mirë mos me këshyr, po në shkolla, në Bollanta, që ka... Aty ku do të merren shërbimet bazë qytetarëve. Të ketë pak investime, dhe ta shliron taksin e qytetarëve që të kemi mundësin të i kryjë këto. Sigurisht, sepse tash më ka dalë edhe në media që pikërisht për shkollën, për cilin dhe po flasim, ka pas edhe djegje të druve, megjithatë, ajo është një incident që është
po hetohet nga policia dhe që me të vërtet e tregon nështë edhe ky fakt që ka nevojë urgjente për investim në atë shkollë, për mirëmbajtje më të mirë. Po për fat keq ka ndodhur ajo Bram ka 2 ora mes natës, është pa nga një qytetar këtu zjarri, edhe kanë marrë drejtori është i kaftuve organet kompetente, si që janë policia, zjarë fiksit, gjithë, kanë dalë nga zjarjes. Po ka qenë edhe ajo një shup, jo në kushtet mira, kanë qenë pa dyrë, kanë qenë pa gjësan, do më thonë, kemi pritë që ta bëjmë shkollë me gjithat mira, po për fat keq, s'kemi pas mundësi, shpresojmë se shumë shpejt do ta kemi edhe një shup për dru, që mos ndodh më këso gjende se kanë ndodhë, aty sigurisht kanë najt veç këtatrice, nuk ka najt sa në dhe këto politika. Çdo qytet është atë që është në hetime nga policia dhe i takon organeve të tjera, por ja vleti me përmend duke qenë se fjala ishte pikërisht për atë shkollë dhe një element shtesë që me të vërtet duhet të këmbgullet, bëhet diçka në renovimin apo në ndërtimin e objektit të ri. Zotri Fikri, këtu sa po mbriti edhe kryetari i fshatit, do donim të kishim edhe një bashkëbisedim të shkurtër me të, për të vazhduar tutje jashtë edhe pjesën tjetër të mbetur të bashkëbisedimi. Faleminderit. Pra si që përmenda, sa po mbrive dhe të si kryetari fshatit, Zotri Riza, mirë se erdhe, na u bashkan qite në këtë intervistë. Mirë se u gjetëm, faleminderit për jush. Pak mirë se u gjetëm e ne në Prilep, se jemi në konakun e juaj, pra. Sepse në themi në atë jargonin më të vjetër, të jaj krye plaku i fshatit, por jo në mosh. Më të regoni si po i kaloni këtë ditë? Mirë, faleminderit, mirë. Ta në vërtetën për fshatin për Prilep, si që foli edhe Fikria, jemi një fshat shumë i kompletum gjitha pikat për hapjen e pusit shkollës. Për ne ditë në kanë bo afer 3.000 euro, vetëm si i kemë bo kërkesin. Pra prej bashkë fshatarëve? Prej bashkë fshatarëve. Shumë i fshat i organizum gjitha pikat. Kjo jashtëzakonisht pozitive, po besoj që keni përkrajen edhe atyre që jetojnë në diasporë, e shprehin nga dishmëri çdo herë? Edhe këta deshtet atë ceki për diasporë. Diaspora na ka ndihmu edhe para lufte, na ka ndihmu gjatë luftës, po edhe pas luftës. Falë tyre sot e kemi sot këtë pasuni. Falë tyre kemi dhe shumë tjera falë tyre. Se nuk duhet t'i harrojmë, po duhet gjithë herë t'i përmendim dhe t'i cekim njërë anën pozitive. Cili është ai mobilizimi më i fundit që e keni pasur si fshat për të bërë diçka të mirë për këtë vend? Vitin e kalum, kemi pas për shembull ne kemi pas renovimin e rrugave Biesh. Në ndë kemi pas. Do të thonë iniciativë tuaja, no? Po, fshat na ka ndihmuar edhe kryetari i komunës, ne ka dhënë një shumë, ndoket 1.000 euro. Një shumë 1.000 euro na ka dhënë. Faleminderit shumë Betinaj. Po e kemi pas edhe pastrimin e Vorrezau. Fal bashkëtarë. Po kemi bërë edhe shumë tjera. Si thash, hapje e pusit edhe shumë tjera kemi bërë. Mirë po, thamë prapë, jemi fshat shumë i organizum, shumë pa probleme, pa për gjithë shka jemi për lakmi. Kjo me të vërtetë është shumë e mirë, sepse është shumë e rëndësishme që për të i bindjeve dhe gjithë shka tjetër, në një vend banim të saktuar të ketë kësi lloj mobiliteti, mobilizimi, por edhe të kaloni mirë mbi të gjitha. Sepse në mënyrë të unifikuar dhe mund të qeni edhe fshatin përpara. Jo në mënyrë të përqarë, si që po na ndodh me politikën, apo jo. Po, sa banori ka aktualisht fshati? Fshati, diku llogaritë të ketë diku një që jetojnë për momentin. 2300. 2300 që aty, prapërsisht. Po i ka dhe diku 400 dhe diçka shtëpi. Po thuj aty, një numër i madh janë veç i dalën jashtë. Një numër i madh janë dalën jashtë. Po përmendëm që ka pas të largime. Për shembull, e marr te familja jeme, aty jemi diku afër 12 shtëpia. Për 12 shtëpia, 4 jemi këtu, 8 janë jashtë. Do me thonë, dy fishi jashtë. Dy fishi, po. Vash zoti edhe kjo që
Rimia na mbetet këtu, na mbet këtu sepse është një Shqetësim i madh. shqetësim i madh për rinin. Po është sot e prapë thëmë edhe një herë që Sa fëmijë ki? 5. Janë jashtë apo këtu? 3 janë jashtë, 2 janë këtu. Okej, gjithë ky. 2 kom Prishtinë e 3 janë jashtë. Megjithatë asnjëri nuk është në prilep. Jo. Pra ti jeton vetëm me bashkëshorten këtu? Me bashkëshorten, nonën edhe djalin. Faleminderit shumë edhe prej teje që gjete kohën. Faleminderit edhe jush. Zotri Fekri, fakt një karakteristik tjetër e këtij fshati është që jeni dikun 12-13 bjemra. 10 bjemra jemi. Apo 10? 10 jemi, po. Po. Përfshi, hulaj, tolaj. Zogaj, lokaj, latifaj, kokalaj, qufaj, mazrekaj, këtu jemi mahallë kryesore. Përshëndetje. Kur e përmendët fillim që ka të tillë që kanë ikë shumë të rinë, madje ne e pam krejt në fillim, donë se nuk deshti të dalë para kamerës, një bashkëfshatar tuaj në moshë të re, i cili është rikthyer prej Zvicrës pas shumë viteve dhe ka ardhur dhe ka hap biznes dhe po funksionon shumë mirë këtu. Po, është e vërtet. Është vllaznit Lokaj, talenti me gjithë vllat vetin, domethënë e kanë një biznes, e kanë edhe shitoren, por kanë edhe biznes privat, kështu që merren me kur kanë gazmente apo raste mortore. Pra kanë hap një biznes dhe po funksionojnë në mënyrë të mirë, apo jo? Që është një histori e suksesi realisht, e frymëzuese. Shumë, domethënë, më të mirë në moshë, e kalon atje në Zvicër dhe ka ardhur, domethënë. Pas sa viteve është rikthyer? Mas diku 12 viteve, po. Një kohë bukur e gjatë për të rikthyer. Jo tash punon në familje këtu, ka biznes mirë edhe domethënë edhe ndihmon edhe fshatin për çdo rast se kemi kontribon me skavator apo diçka se kemi nevojë, po. Është shumë një gjë e mirë, është më kollushe. Ne lajm shumë mirë. Zakonisht mirë. Zotri Fekri, a ke ndonjë mesazh për fund? Kena pas shumë me biseduar me qenë se sot këtë pak ftoft, edhe rastisht ky rasti faleminderit për jush, po shpresojmë herën tjetër takohem edhe bisedojmë më gjerë. Për diskutuar edhe për çështje tjera. Po, për çështje tjera. Kemi lajm të mirë se edhe këtë lumin ku të vinin ndoshta herën tjetër që një të punues që të hinin projekt. Do të rehabilitohet, po Lumbardhi që është, ne po me përmasa më të ngushta. Edhe po kemi Ishte shumë kënaqësi, po ju uroj suksese dhe po uroj që gjitha këto çështje, këto interesa të vetë qytetarëve do të adresohen nga ju në Kuvendin Kombëtar. Shumë faleminderit, respekt, e mirë se na vini prapë.